Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuar lejon shtetet të ndalojnë gratë transgjinore në sportet e vajzave dhe grave. Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuar ka vendosur se shtetet amerikane mund të ndalojnë gratë transgjinore të garojnë në ekipe sportive të vajzave dhe grave në shkolla publike dhe kolegje, duke lënë në fuqi ligjet e miratuar në Idaho dhe West Virginia. Hedimi përcakton se këto ndalime nuk bien ndesh me titullin numër 9 të ligjit federal që ndalon diskriminimin mbi bazën e seksit në institucionet arsimore. Gjithashtu, shumica e gjyqtarëve vlerëson se ligjet nuk shkelin as garancinë për mbrojtje të barabartë parashikuar në amendamentin 14 Kushtetutës SBA. Në opinionin e shumicës, Brett Kavanaugh argumentoi se Kushtetuta dhe Title 9 nuk kërkojnë ndryshime në rregullave që rregullojnë sportet e grave dhe vajzave në Shtetet e Bashkuara, ndërkohë në mendimin kundërshtues Sonia Sotomayor tha se shumica kishte zbatuar një interpretim tepër të ngushtë të parimit të mbrojtjes barabartë. Çështja erdhi pas padive të ngritura nga student transgjinor kundër ligjeve të Idaho dhe West Virginia, të cilët kërkojnë që sportistët garojnë sipas seksit të regjistruar në lindje. Ligji i Idaho u propozua në 2020 nga ligjvënësja Barbara Earhart. Trump e quajti vendimin një fitore të madhe, duke rikujtuar se pjesëmarrja e sportistëve transgjinor në garat e grave ishte një çështje kryesore e platformës së tij politike.